Në një kohë kur tensionet në lindjen e mesme pas luftës së nisur në Iran dhe mbylljes së ngushticës së Hormuzit paralajmërojnë tronditje të ekonomisë globale, cila është situata e Kosovës? A do të ketë pasiguri ekonomike? Për të diskutuar se si e ndikojnë zhvillimet në lindjen e mesme ekonominë kosovare dhe se si duhet i qaset kësaj situate shteti, do të diskutojmë në episodin e sotëm të podcastit 5 pyetje me Sytrime Dervishollin, eksperte e tregtisë. Përshëndetje, mirë se erdhët zonja Dervisholli. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë për të nisë në pyetjen e parë, pas kësaj hyrjes që bëra sa i përket zhvillimeve në lindjen e mesme, në terma të përgjithshëm, çysh është situata e Kosovës në aspektin tregtar dhe ekonomik pas gjithë asaj që është krijuar? A ka rrezik për pasiguri? Po, tash ne nuk mund të presim që mund të ketë efekt direkt, sigurisht edhe për shkak të largësisë gjeografike, por sa do të ketë ndikim ekonomik, por edhe ndikim në tregti dhe do të shkaktoj pasiguri, sigurisht që do të presim për një kohë ndoshta jo shumë të shpejt, për shkak të faktit që Kosova vazhdon të jetë një ekonomi e vogël, vazhdon të jetë një ekonomi kryesisht jo e strukturuar, në kuptimin që ende nuk kemi politika tregtare të mirëfillta, do thotë kemi politika tregtare të vjetruara, në kuptimin që ka ndodhur zhvillime në 15 vitet e fundit dhe duhet të përditësohen dokumentet, duhet të përditësohen politikat, sigurisht duhet të mendohet që të ketë edhe marrëveshje tregtare të reja me vendet e lindjes së mesme, aty ku Kosova ka më tepër afërsi politike, le të themi, me ato shtete. Se apritet sigurisht efektet jenë, po ne vetëm këto ditë po i vrejmë efektet menjëherë tek çmimet e karburanteve, naftë dhe benzin, do thotë menjëherë ka reagu komuniteti i tregtarëve, por që kemi edhe në anën tjetër reagimin e menjëhershëm të shtetit, në këtë rast të ministrës së tregtisë, e cila lëshoi një vendim për të rregulluar çmimet. Sa do të ketë efekt, do të shohim, sepse unë besoj që kompanitë distributore të derivateve kanë rezerva, do thotë ndoshta nuk ka qenë e nevojshme që të kemi rritjet menjëhershme. Rritja e çmimit që e bën zonja Dervisholli, duke ditur që kanë rritë çmimet e një nafte që e kanë pas në rezervë dhe që e kanë blerë me çmimin e vjetër. Gjitha kompanitë kanë stoqet e tyre, do thotë kanë rezerva. Askush nuk dua ta besoj këtë fakt që askush nuk, le të themi, nuk punon me rezervat e fundit, edhe aq më tepër kur kjo situatë është paralajmëruar, le të themi, edhe javë më parë që administrata e presidentit Trump është vetëm duke shqyrtuar mundësinë e një intervenimi ushtarak në Iran. Pra ne kemi pas sinjale, edhe komuniteti i biznesit ka pas sinjale edhe në Kosovë që mund ndodh diçka. Edhe e besoj fort që kjo një farforme ka reflektuar edhe tek ata që vetëm të fillojnë të marrin rezerva, po jo menjëherë të rritet çmimi, edhe diku do të thotë kemi një rritje të madhe të çmimit, po flasim diku për rreth 20 cent në litër për naftë për shembull. Sot mëngjes isha duke vozit edhe e pash do thotë në ekranet e vogla të secilës pompë benzinës. Kjo është një rritje e madhe, menjëhershme, do thotë që nuk ka qenë e nevojshme të bëhet në këto ditët e para, duke e ditur edhe gjendjen ekonomike të qytetarëve tonë, por edhe gjendjen politike në kuptimin që ende jemi në disa procese të mbylljes të politike në vendin tonë, prandaj nuk duhet sipas vendimit tim të shfrytëzohet kjo. Të rast këto biznese kanë ngritë çmimin nga frika se do të blejnë naftë me çmim më të lartë dhe jo nga fakti se atë që e kanë ngritë te konsumatorët e kanë bler vetë me çmimin e rritur. Po edhe kjo reflekton te tregtarët, sigurisht që një farforme ta mendojnë me një rritjen që ta kompenzojnë, që nëse u vije puna blejnë derivate me çmimin e lartë,
sigurisht që atë ta kompenzojnë përmes konsumatorëve, do thot përmes xhepit të qytetarit, edhe sigurisht që këtë e mendojnë si pikën e fundit, edhe normalisht që bizneset e mendojnë këtë si për ata është primare kjo, po nëse e marrim parasysh edhe nëse e marrim në konsiderat atëherë edhe efektin social, duhet të bëhet një kombinim, jo çdo herë duhet jetë në fokus fitime, do thot jo çdo herë duhet jetë primare kjo, po thjesht pak a shumë të merret në konsiderat kjo çështja le të themi aspektit social. Si qytetar, tek e fundit, në fund të fundit jemi gjithë konsumator. Për të lidhur me këtë pjesën e derivateve, si pyetje të dytë, përmendët edhe ju që qeveria ka caktuar marrë të fitimit, pra në naftë dhe derivate, në shitjet me shumicë dhe pakicë. A do ta stabilizoj kjo tregun për brenda, apo veç se do të kufizoj konkurrencën dhe do të thelloj edhe më tej krizën? Ne dim edhe prej veprimeve të mëhershme të ministrave të kalum të Ministrisë së Tregtisë që nëse do thot kur të merret një vendim nga një ministër i caktuar, e gjithë poenta qëndron se sa monitorohet zbatimi i atij vendimi. Prandaj edhe këtu çelësin e suksesit e shoh se sa ka mekanizma Ministria e Tregtisë, në këtë rast Inspektorati i Tregut, që ta monitoroj me përgjithësi edhe një farë forme me syqelsi, me vigjilencë këtë vendim. Pra mos ketë keqpërdorim nga tregtarët që ta keqpërdorin vendimin e tillë. Keqpërdoret, në dikujt është caktuar që mund të fitosh 2 eurocent dhe 12 eurocent për shitje me pakicë ose me shumicë. Keqpërdorimi është shumë i thjeshtë, veç mos zbatohet vendimi. Do të thonë nuk e merr parasysh një kompani e caktuar vendimin e ministrës së tregtisë. Prandaj Inspektorati i Tregut duhet të sigurohet që secila kompani, secila pompë është duke e zbatuar vendimin të cilin e ka nënshkruar Ministria e Tregtisë. Prandaj edhe unë nuk pres një kufizim të konkurrencës, pres një stabilizim edhe një farforme, një kontroll të situatës. A do ta ulë çmimin e rritur kjo marzh apo? Po, është bërë edhe me atë qëllim, edhe është bërë, unë besoj edhe Ministria e Tregtisë pikërisht e ka nxjerrë për këtë arsye vendimin që edhe gradualisht të kemi ulje të çmimit, sepse unë para 2 ditëve ndëgjova një deklaratë nga presidenti Trump, i cili tha që një farforme mos të keqpërdoret kjo situata globalisht e rritjes çmimeve të derivateve, se një farforme ne do të bëjmë zgjidhje si administrata amerikane, do të bëjmë zgjidhje edhe nëse është mbyll ngushtica e Hormuzit, do të shohim përmes kanaleve të tjera të bëjmë zgjidhje. Edhe menjëherë ka reflektuar ajo në tregjet globale, ka reflektuar menjëherë në reduktimet të çmimeve. Po, nuk reflektoi në tregun e Kosovës. A mund na shpjegoni Andrivsholli këtë punën e ngushticës Hormuzit? Pse është kaq kyçe dhe çysh ndikon ndoshta në Kosovë mbyllja e saj atje? Po, për shumicën për shembull ngushtica e Hormuzit ka qenë e panjohur deri në momentin kur është mbyllur. Po, është mbyllur edhe kur erdhi ky konflikt në mes të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Iranit edhe Izraelit. Ngushtica e Hormuzit faktikisht e ka rëndësinë vet sepse është një pikë kyçe, një pikë kritike e tregtisë globale, ku rreth 20% e tregtisë globale kalon përmes kësaj ngushtice. Pra është një arterie shumë e rëndësishme e tregtisë globale. Pra nuk bëhet vetëm le të themi shkëmbimi i derivateve të naftës, aty bën edhe shkëmbime të mallrave të tjera. Prandaj transporti prej lindjes mesme në perëndim i shumë mallrave varet nga ajo rrugë. Varet nga ajo rrugë. Është një prej arterieve kryesore, nuk është e vetmja, por është një arterie kryesore që din edhe besoj do ta dëmtoj deri diku tregtinë globale në kuptimin qoftë të rritjes së çmimeve të derivateve, qoftë në rritjen e çmimeve të energjisë, do të reflektoj menjëherë në inflacion, do të rriten menjëherë çmimet e transportit, pra dhe kompanitë e transportit do të afektohen prej këtij vendimi. Është një farforme shumë dimensional ky bllokim i ngushticës së Hormuzit. Pra nuk do të preket vetëm një sektor, sepse është zinxhir, pra thjesht me një fjalë do të dëmtohet zinxhiri global i furnizimit të mallrave. Dhe në këtë situatë, si pyetjet rreth zonja Andrivsholli, nëse tensionet në lindjen e mesme veç përshkallëzohen dhe zgjerohet lufta ose tensionet atje dhe
kjo situatë e konfliktit e prek, do thotë këtë pjesën e transportit global edhe të energjisë edhe të mallrave. A mund vi një situatë që Kosova ndoshta të ketë të përballet me furnizimin e produkteve të bazë, apo ka mekanizma që mund ta mbrojë veten këtë situatë? Kur t'jesh ekonomi e vogël, nganjëherë është edhe mirë, në kuptimin sidomos të këtyre krizave të mëdha globale, sepse nuk pritet efekt i drejt për drejt, edhe efekt shumë i madh, në kuptimin që të vijë një panik në çështjen e furnizimit me mallra të ndryshme, duke filluar nga mallrat ushqimore e drejt tek ato industriale. Prandaj edhe nuk pres që ne ta ndjejmë shumë krizën e furnizimit me mallra të ndryshme. Ajo çka do të ndjejmë shumë, besoj në ditët dhe javët e ardhshme, do të jetë ngritja e çmimeve, sepse gjithë tregtarët do të reflektojnë në ngritje të çmimeve, sepse një gjë e tillë do ta shtyjë pak a shumë edhe ngritja e çmimeve të transportit. Pra kompanitë e transportit automatikisht do të detyrohen Gjejnë rrugë tjera gjejnë rrugë tjera, sigurisht rrugët më të gjata dhe marrin më tepër para, marrin më tepër shpenzim, kohë, kosto të gjitha. Prandaj këtu e pres më tepër atë që do ta ndjejmë në javët e ardhshme, por jo shumë mungesën e furnizimit, sepse ka edhe kanale të tjera, ka arterje të tjera tregtare, edhe rrugë të tjera, ne kemi edhe marrëveshje me partnerë të ndryshëm tregtar, që në këto raste, pikërisht do thotë që bën marrëveshje tregtare, është në këto raste dhe luftrave, fatkeqësive natyrore, do thotë furnizimi në farë forme të bëhet në bashk koordinim. Dhe në këtë drejtim në pyetjen e katërt, ju po e thoni edhe vetë se pritet të ketë rritje të çmimeve në cilë sektor. Çka është ajo që ndoshta qytetarët e blejnë sot me një çmim të caktuar, ta zëmë blejnë me po flas me 5 euro hipotetikisht, por që pas disa javësh dhe muajsh ky do të jetë çmimi i kaluarës. Do të jetë përgjithësi cilë sektor. Do të jetë e vështirë të themi cilë sektor, sepse kur afektohet transporti, pothuajse afektohen gjithë sektorët. Do thotë transporti bën bartjen e gjitha mallrave. Edhe është jemi në një situatë ku nuk mund të parashikojmë, absolutisht do thotë është një prej situatave të rralla ekonomike ku nuk mund të parashikosh se çfarë do të ndodh, ashtu siç nuk mund të parashikohet edhe konflikti, sa do të zgjerohet, me cilat shtete do të zgjerohet, ne po e vrejmë që Irani ka shtri sulmet e tyre edhe në shtetet përreth. Do thotë absolutisht në një farë forme askush nuk është i sigurt në atë rajon, nëse deri dje ka mund të jenë le të themi fqinjet e afërt të Iranit, ne nëse nuk gaboj dje ndëgjova një lajm që ka nisë me hedh sulme edhe drejt Turqisë. Sulmoi edhe bazat amerikane edhe në shtetet fqinje. Edhe në shtetet fqinje, po edhe drejt Turqisë. Pra askush një farë forme në atë rajon nuk është i sigurt. Prandaj edhe nuk mund të them me saktësi se cilë sektor do të jenë më shumë të afektuar. Sigurisht që do të jetë sektori sektori i energjisë? Po, unë pres që do të preket sektori i energjisë, po e thash edhe këtë pothuajse po në fillim që pres që të preket sektori i energjisë, për shkak që do të preket çështja e gazit, do të preket çështja e derivateve, pra furnizimi do të jetë më i vështirë. Një Drifsholli, po them hipotetikisht, një arsye shtesë që zreja kur të bëj këtë ripërpunimin ose ripërcaktimin e çmimeve, ta ketë si arsye shtesë për të rritë çmimin që është propozuar, nëse zgabojmë për atë 20%. Po, unë shpresoj që deri atëherë derisa të vijë koha zërrejës për me shërtu rritjen e çmimit edhe një herë, konflikti të përfundojë atje, ashtu dhe siç janë edhe deklaratat politike nga presidenti Trump që për disa javë do të përmbyllet ky konflikt. Prandaj uroj që në farë forme kjo mos jetë si shkas për zërejnë që ta bëj rritjen e çmimit, sepse është një konflikt që do të mbaroj. Do thotë kjo nuk do të zgjas në pafundësi, por nëse neve na bëhet rritja e çmimit, sigurisht që ky çmim atëherë pritet të zgjatet, sigurisht për një kohë të gjatë, dhe nuk do ta parashikoj askush se nëse do të kemi reduktime të çmimit për një të ardhme të afërt ose të largët. Kështu që dua ta besoj që zëreje mos sa marr këtë si shkas që ta bëj rritjen e çmimit për faturat e energjisë elektrike, sidomos për anvisri,
por në të njëjtën kohë edhe për bizneset, sepse ne e pam efektin e tregut të lirë, do thot kompanitë që dolën aty një farë forme me çfarë sfida janë duku ballafaqu, prandaj pres një farë forme që shteti ta ketë një mirëkuptim social në këtë drejtim, tek e fundit të mendoj për qytetarët e vet, sepse tek e fundit biznesi i mbush orgat e shtetit, edhe një farë forme ne jemi ai konsumatori i fundit që kontribuojmë për këtë vend. Për te çështjes së energjisë, nëse do të ketë edhe rritje të çmimeve në sektor të tjerë, qoftë edhe të produkteve ushqimore ose të tjera që konsumohen, si do të jetë e ardhmja e kësaj pjese, marr parasysh që qeveria e re ka inicu ligjin për çmimet tavan. Ministria e re e tregtisë ka proceduar një ligj të tillë që në fillim të mandatit të saj. Çysh do t'ja bëj nëse do të ketë një ligj që kufizon rritjen e çmimeve ose një çmim tavan për produkte, në anën tjetër kemi një rritje të çmimeve si shkak pasojë zhvillimeve në botë, çka mund të jetë situata? Po, faktikisht ne dhe qeveria e kaluar do thot ka provuar me ligj për çmim tavan dhe pastaj kishim një interpretim të gjykatës kushtetuese lidhur me këtë ligj. Unë shpresoj që do thot ministria ka reflektuar në atë çka ka thënë gjykata kushtetuese në versionin cilin e ka dorëzuar atëherë, por këtu një farë forme nuk e shoh krejt çelësin se çka duhet bëj qeveria. Ajo çka unë besoj që qeveria duhet reagoj, edhe prej asaj çka shohim prej terrenit, është një farë forme qeveria të reflektoj në rishikimin e politikave fiskale. Pra një farë forme të bëhet ndikim i drejt për drejt në jetën e qytetarit, edhe në le të themi aktivitetin e përditshëm të bizneseve. Sepse kjo koha e konflikteve pastaj një farë forme krijon edhe pasiguri edhe te investitorët. Është shumë e vështirë dikë me bind me anë Kosovë me sjell kapital në këto kushte në të cilat është komplet bota, do të thonë jo vetëm Kosova ose rajoni jonë. Prandaj ne duhet punojmë brenda vendit tonë, do thot brenda strukturave tona, që të forcojmë sektorin privat, të investojmë në kapital njerëzor, do thot këtu ne vazhdojmë të kemi probleme serioze, sfida serioze, që pothuajse një farë forme flasim pak persona në këtë drejtim që t'i përgatisim njerëz për tregun tonë. Edhe një farë forme të ketë një bashkëpunim të mirëfillt edhe aktiv me sektorit publik edhe privat, të jetë një komunikim aktiv edhe serioz në këtë drejtim, sepse sektori privat e di ku i ka ato pikat e dhimbjes, edhe pikat ku duhet të intervenoj shteti, qeveria në këtë rast, përmes politikave të cilat duhet t'i bëjmë bashkarisht. Prandaj, përpara kufizimit, le të themi, me ligje të ndryshme, unë personalisht besoj që më mirë është të mendojmë se si ta avancojmë edhe më tepër ekonominë tonë, duke i dhënë fleksibilitet sektorit privat, duke i dhënë prioritet primar zhvillimit të kapitalit njerëzor, pra t'i përgatisim njerëzit tonë për industritë. Ne vazhdojmë të kemi probleme me persona cilët nuk janë të kualifikuar për ta kryer një punë caktuar. Pra kemi probleme serioze me mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar. Edhe për këto nuk na ndalon askush. Do thot nuk na ndalon edhe nëse do të bëhen edhe luftra të tjera në pjesë ndryshme të botës. Aspektin e përgjithshëm. Absolutisht, po, ne duhet të përgjigjemi kësaj. Edhe një farë forme kur je ekonomi e vogël e thash më herët që një farë forme është nganjëherë edhe bekim, është përparësi sepse jo çdo herë prekësh prej këtyre zhvillimeve të mëdha që ndodhin globalisht, edhe një farë forme nuk afektohesh me politikat globale. Kur e dim faktin që për shembull Kosova ende nuk është pjesë organizatës botërore të tregtisë, edhe që i bën ndoshta nganjëherë është mirë sepse ne kemi fleksibilitet për të bërë politika tona t'ja përshtasim strukturës tonë brenda, pra brenda neve. Asikur të ishim antar të organizatës botërore të tregtisë, tash nëse mbledhen gjithë antarët, gjitha shtetet, nganjëherë të kufizojnë, të thonë që jo, nuk mundesh me bo këtë ndryshim. Duhet jesh në lidhje me duhet jesh me ndihmë, faktikisht në lidhje me vendimet e Amerikës, Britanisë, Francës, Italisë, e ato kanë krejt ekonomi të tjera,
do thotë kanë ekonomi shumë të zhvilluara, e ne mu krahasu një ekonomi e vogël. Kështu që të shfrytëzojmë këto përparësi që i kemi, ta shfrytëzojmë këtë fleksibilitet, të investojmë në njerëzit tonë, të investojmë në kompanitë tona, që një farë forme edhe pastaj është shumë e natyrshme që ti kemi ditë me ju përgjigje dhe situatave të ndryshme globale, nesër nëse mbyllet edhe ndonjë ngushticë tjetër, ne vazhdojmë për shembull sektori i transportit, te ne në Kosovë, vazhdon mos ketë flotë të vetën të kamionëve. Domethënë ne vazhdojmë të mos kemi flotë të transportit për shkak të çështjeve të ndryshme politike, po që mund të bëjmë zgjidhje të tjera teknike, nuk është domosdoshmërisht presim çdo herë të zgjidhen problemet politike për të ecë anën ekonomike. Kështu që ne jemi të varur të kontraktojmë kamionet nga shtetet e tjera, kryesisht nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia për të bartur mallra. Pra pse mos ta mendojmë këtë aspekt, hajde si ta bëjmë një flotë, shteti jonë ta ketë një flotë të transportit, që do t'i përgjigjet gjithfar krize. Pra këtu ti mendojmë na, domethënë të mendojmë në mënyrë pak më praktike, në mënyrë më të vogël, mos të merremi ne gjithmonë me problemet globale që ndoshta nuk na pyet askush në fundin e ditës, po që mundemi mja po sherrin në kuptimin e ngritjes çmimeve, ndryshimi i standardit ton, pra ne kemi shumë punë për të bërë, që nuk na ndal askush, asnjë fuqi madhore në kuptimin e shteteve të zhvilluara. Edhe këtu unë e shoh çirsin e suksesit të shtetit ton, edhe të qeverisë që thjesht hajde të punojmë bashk një farë forme edhe sektori publik edhe sektori privat, edhe si ta bëjmë një arsim cilësor. Ne mund të kemi rritje ekonomike, po gjithmonë në them duhet shihet cilësia e asaj rritje. Nuk do të thonë nëse ke 4% rritje ekonomike. Nëse e shohim ku është rritja ekonomike, është rritje në konsum, është te remitencat, është rritja e importit, pra ne jemi ekonomi konsumuese. Ne nuk jemi ekonomi prodhuese dhe ekonomi e eksportit. Hajde të krijojmë produktivitet. Hajde t'i bëjmë 2-3 sektor me të cilët ne do të jemi të konkurrueshëm në botë. Këtu është, domethënë për këtu nuk na ndalon kurkush në këto absolutisht. Kjo ndoshta në përgjithësi se si duhet janë ndryshimet në ekonominë e vendit, por për fund zonja Dervishulli, aktualisht në këtë situatë të tensioneve në një pjesë të botës, si duhet i qaset Kosova krejt asaj çfarë mund ta pret, apo rrin qetë shteti në këtë situatë, apo po punohet diçka në drejtim, a duhet të ketë një strategji momentale praktike që si të përballemi me krejt këto ndikime që ndoshta na vinë zinxhir e që siç e thatë ju nuk na pyet askush, po janë pasojë sepse jemi në fund të zinxhirit ekonomik global. Po, ne kemi vret me njëherë reagimin e qeverisë me vendimin e Ministrisë së Tregtisë për vetëm një sektor. Tash po presim edhe ligji për çmimet tavan, se si nëse do të kaloj, a do të shkoj prapë në gjykatë kushtetuese, por qeveria do thotë ka edhe shumë mundësi të tjera përmes ministrive të ndryshme të reagoj. Nganjëherë është mirë kur je ekonomi e strukturuar, në kuptimin që i din gjitha punët çka të vinë në rend dhe cilat i ke prioritetet. Nganjëherë është mirë kur nuk je edhe ekonomi e strukturuar, qysh jemi ne në këtë fazë, që një farë forme shpesh veprojmë ad hoc ose veprojmë sipas nevojës ose si e kërkon situata. Prandaj një farë forme në këtë zinxhirin e gjatë të furnizimit, sigurisht që edhe ne jemi pjesë aty, edhe ne prekemi, por jo aq në mas të madhe, sepse vëllimi i tregtisë tonë, vëllimi i ekonomisë tonë, neve na pamundson të jemi aq lojtar të rëndësishëm edhe të afektohemi aq shumë prej ndryshimeve globale dhe për më tepër që nuk jemi pjesë të mekanizmave të ndryshëm ndërkombëtar të tregtisë ndërkombëtare, na bën një farë forme ndoshta që mos ta ndjejmë shumë këtë konfliktin që ndodh në një pjesë të botës ose konfliktin e tanishëm ose mbylljen e ngushticave të ndryshme, që janë arterje shumë të rëndësishme të furnizimit ndërkombëtar me mallra të ndryshme, por thjesht është vetëm mekanizmat monitorues, inspektimet sa janë të sakta, sa janë të shpeshta, t'i bëhen tregtarëve në mënyrë që mos të luajnë me çmime që ta dëmtojnë në fund të ditës xhepin e qytetarit, domethënë ta dëmtojnë konsumatorin. Thjesht shteti ti përforcoj mekanizmat monitorues, mekanizmat kontrollues të tregut në mënyrë që të mos kemi keqpërdorime apo lëvizje në çmime të produkteve të ndryshme. Sepse neve në rastis dhe mu sigurisht personalisht në
në blerje të ndryshme, që paradite nëse shkon në një supermarket, çmimin e një produkti e ke ndryshe, në mbrëmje nëse shkon e vren që ai çmim ka ndryshuar ndoshta për disa cent, pra kjo nuk është një farforme e ndershme, dhe absolutisht nuk është tregti e ndershme të bëhet një formë të tillë, edhe sidomos në këto momente që të shfrytëzohen këto situata kur kemi konflikte të tilla nëpër pjesë ndryshme të botës. Prandaj shteti sa më shumë që të punoj, edhe kemi zotime prej kësaj qeverie, unë kam dëgjuar që do të bëjnë investime, do të punësojnë njerëz në inspektorate të ndryshme, edhe në inspektorate të rregut, të fuqizojnë kapacitetet njerëzore në mënyrë që të kemi një kontroll më të rrept të tregut sa i përket furnizimit me mallra të Mos ndryshme. keq përdoret çfarë situate. Absolutisht po. Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën zonja. Faleminderit edhe juve. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti kësaj jave sa i përket sigurisë ekonomike të vendit pas tensioneve në lindjen e mesme. Ju vazhdoni të lexoni të rejat e fundit në europaelir.org. Mirëmbëjtje.